Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, angazhimi i shqiptarëve kudo këtu në kontinentin amerikan në politikën e brendshme, si në Shtetet e Bashkuara, ashtu edhe në Kanada, çka po ndodh kohët e fundit, është i mirëpritur për të gjithë bashkëdhetarët, pasi ne në këtë mënyrë shndrohemi në pjesë të atij edhe politik të vendeve ku ndodhen. E natyrisht kjo fillon edhe me angazhimin për të futur në jetën politike lokale. Sot kam ftuar në emisionin ton Argument zonjën Danjeza Dangli nga Kanadaja, e cila garon për të futur në pushtetin lokal në Oshawa dhe për zonën e Vant. Mirë se erdhët. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën dhe duke përshëndetur gjithë dëgjuesve dhe shikuesve të Alt TV USA. Përshëndetje të gjithëve. Natyrisht ne të gjithë, edhe shqiptarët e Kanadas dhe shqiptarët e Amerikës, jetojmë me ëndrrën edhe të integrimit në vendin ku jemi. Natyrisht ju keni një përvojë gati 18 vjeçare në institucione të ndryshme, qoftë publike, qoftë edhe institucione të tjera private në Kanada. Pse menduat pikërisht në këtë moment që të angazhoheni në politikë? Është e rëndësishme si përfaqësuese e komunitetit shqiptar këtu në Kanada, që shqiptarët për rolin të cilën e kanë luajtur, duke investuar në Kanada, qoftë në sipërmarrje, qoftë në shkencë, është momenti që ne si komunitet të angazhohemi edhe në proceset vendimarrëse të vendit. Dhe kjo ka qenë një nga arsyet e mia pse unë kandidoj sot për këshilltare bashkiake. Ju më thatë që keni një përvojë të caktuar në fushat të caktuara dhe të administrimit lokal, administrimit shtetëror, dhe tani keni vendosur të kandidoni për pushtetin lokal në Oshawa. Çfarë mendon se duhet t'i japësh ti këtyre zgjedhësve potencial që janë sa shqiptar në këtë mes, por edhe të nacionaliteteve të tjera kanadez, por edhe të komsive të tjera që kanë ardhur në Kanada? Në fakt është unë kam një komunitet diverse dhe popullsia shqiptare në North of Oshawa, që është Ward 1, është rreth 0.6% nga rezultatet e censusit të vitit 2021. Kombinimi i përvojës së gjerë profesionale timen, njohja e thellë e legjislacionit dhe ekspertiza në hartimin e politikave publike dhe planit strategjik, rreth mbi 15 vjet përvojë si këshilltare politikave, duke kombinuar në zhvillimin e zgjedhjeve të qëndrueshme dhe të orientuar drejt rezultateve, më ka bërë që të jetë një shtys për regjistrimin tim dhe të kandidaturës time. Gjithashtu është e rëndësishme të theksoj, ashtu siç është e rëndësishme puna vullnetare në Amerikën e Veriut, duke përfshirë Kanada dhe Amerikë, angazhimi vullnetar në komunitet për më shumë se 10 vjet më ka ndihmuar të kuptoj nga afër përvojat dhe sfidat e qytetarëve. Ky kombinim i përvojës profesionale dhe përfshirjes aktive në komunitet më jep një perspektivë të balancuar dhe praktike për adresimin e çështjeve që i prekin qytetarët dhe taksapaguesit. Besoj në vendimarrjen e bazuar në bashkëpunim dhe dialog të hapur me komunitetin, me qëllim për gjetjen e zgjidhjeve afatgjata, transparente dhe në interes të qytetarëve. Gjithë kombinimi i përvojës time profesionale dhe vullnetare dhe investimi në komunitet ka bërë që unë të regjistroj kandidaturën time dhe mendoj që së bashku, bashkë me votuesit, bashkë me komunitetin shqiptar, do arrim të dalëm fitimtar. Çfarë duhet ndryshuar institucionet e ndryshme kanadeze, në institucionet që lidhen me interesat e drejt për drejta të elektoratit, në shkollat, në rrugët, në infrastrukturën, cila është ajo çka ju propozoni në platformën tuaj elektorale? Unë kam bërë një bashkëbisedim me komunitetin në ato çfarë ata kanë prioritet dhe çfarë i shqetëson ata.
dhe gjatë takimeve dhe tre shqetësimet kryesore, tre pikat në të cilat bazohet edhe platforma ime është infrastruktura dhe shërbimet publike, trafiku dhe transporti, dhe strehimi dhe kostoja e jetesës. Oshawa në këto momente që ne po flasim është qyteti që në Great Toronto Area paguan taksat më të larta. Duke kaluar dhe qytetin e Torontos, ne paguajmë taksat më të larta. Shërbimet afrohen si në shërbimet publike, e afrojnë qytetarëve si në Toronto, si në Ajax, si në Whitby. Oshawa paguan taksat më të larta dhe ata janë vërtet të shqetësuar mënyrën se si menaxhohet shërbimi dhe shpërndarja e taksave të tyre. Infrastruktura dhe shërbimet publike janë gjithashtu një shqetësim tjetër. Është një qytet në zhvillim e sipër. Pretendohet se me rezultatet e censusit të 2026-s, të cilët nuk kanë dalë akoma, të ketë mbi 20% rritje së popullsisë në Oshawa, për shkak edhe të pozicionit të qytetit, ku njerëzit jetojnë edhe punojnë në Toronto. Ndërtimi i linjave të reja të ujit dhe kanalizimeve, të ujrave të zeza dhe të bardha, përmirësimi i rrugëve dhe shërbimeve komunale në përputhje me rritjen e popullsisë, janë pjesë e infrastrukturës dhe shërbimeve publike, për të cilat banorët janë të shqetësuar. Trafiku dhe transporti. Ne kemi një universitet të ri në Ward 1 ku unë kandidoj dhe rritja e trafikut si pasojë e zhvillimit të shpejtë e studentëve pjesëmarrës, nevoja për rrugë më funksionale dhe transport publik më të aksesueshëm është e rëndësishme. Lidhja e pjesës veriore ku përfshin Ward 1 me pjesën jugore të qytetit dhe bashkëpunimi im në pikat kryesore gjithashtu me Durham Region për më transport më të shpeshtë dhe më të aksesueshëm për qytetarët, transport publik e kam fjalën, gjithashtu strehimi dhe kosto e jetesës, atë që në anglisht e quajmë affordable housing. Kosta e jetesës është shumë e lartë dhe vështirësitë e familjeve të reja dhe të moshuarve për të gjetur strehim të përshtatshëm bëhet akoma dhe më e vështirë. Nevoja për më shumë alternativë banimi dhe procese më efikase të zhvillimit urban janë çështje të cilat prekin çdo qytetar në wardin tim. Dhe unë kam pjesë të platformës time elektorale. Në qoftë se shqiptarët dhe dëgjuesit e Amerikës dhe të Kanadas nëpërmjet valve të televizionit tuaj dëgjojnë këtë bisedë, unë do t'i ftoja edhe që të hidhin një sy website-i tim personal, danizadangli.ca dhe të shikojnë në mënyrë më gjegjesisht pikat e platformës time. Ju kandidoni si kandidate e pavarur, me që është zgjedhje lokale, apo anoni nga ndonjë parti nga konservatorët apo liberalët në Kanada? Pozicioni i Këshillarit Bashkiak në Kanada është pozicion apartiak, është i pavarur. Zgjedhjet lokale janë të lidhura me çështjet praktike dhe përditshmërinë e qytetarëve dhe të taksapaguesve, shërbimet në lidhje me rrugën, me transportin publik, me sigurinë dhe qetësinë, ruajtjen e qendrave komunitare dhe zhvillimin e qendrave të rekreativitetit dhe librarive janë pjesë të lidhura në përditshmërinë e taksapaguesve dhe këto janë larg ideologjive partijake. Pozicioni është apartiak dhe në fakt dua ta theksoj se edhe në komunitet kur unë kam bërë bashkëbisedim me qytetarët, një pjesë e mirë nuk janë të informuar në lidhje me pozicionin dhe pyetja e parë që bëjnë është forcë politike përfaqëson. Duhet të theksoj që është pozicion apartiak dhe është i lidhur me mirëqenien dhe shërbimet që i ofrohet taksapaguesve brenda një territori të caktuar elektoral. Ne të urojmë që të zgjedhësh edhe po konsiderojmë se je zgjedhur. Dita jote e parë e punës, cila do jetë? Duke manifestuar fitore në 26 tetor, kur edhe janë zgjedhjet lokale, unë mendoj që dëgjimi dhe bashkëbisedimi me qytetarët taksapaguesit për atë çfarë i shqetëson ata në përditshmërinë e tyre, çfarë është prioriteti për çështjet
imediate që duhen zgjidhur, kjo do jetë dhe dita ime e parë e Prindërs në zyrë. Duke u marrë me detajet, ti mendon, ke analizuar të gjithë apo pak a shumë aspektet kryesore të cilët mund të çojnë tek ulja e taksave, që është një nga aspekt kryesor të këtij qyteti, të këtyre banorëve të cilët kanë njësoj taksat si qyteti i madh i Torontos. Atëherë si mund Më të shtrenjta, më fal. Më të shtrenjta. Më shumë. Më të lartat, po, më të lartat në të gjithë Great Toronto Area. Qyteti Oshawas ka taksat më të larta se vetë qyteti i Torontos. Mirë, janë banorët aq të pasur se taksohen më shumë. Kjo është pyetja që në fakt ata i bëjnë edhe vetes.